Vazhdoj? Atëherë protestoni sot për çfarë? Për kërkimin e pagave tona dhe disa kushte më të mira të punës tonë. Jemi jashtë afatit për marrjen e pagave. Në kontratë kemi në datën 12, sot është data 15 dhe ne nuk kemi marrë akoma pagat. Pra ka kaluar me 1 muaj? Jo, të pagat e nëntorit. Disa ditë? Po, disa ditë kanë kaluar. Për shkak të informacioneve të fundit dhe çfarë kemi lexuar në media, dhe ne jemi shumë konfuz dhe shumë të indinjuar dhe çfarë mund të ndodhi se po vjen afron dhe muaj tjetër, ne nuk kemi marrë pagat e muajit nëntor. Dhe çfarë po ndodh në kompani? Kompani Bankers tani për shkak me gjithë informacionet që kemi është një kolaps për mbytjen e doganave, akcizës me informacionet që kam unë. Nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Po, kontakte kemi pyetur kështu, po përgjigje nuk na jep njëri. Ne përfaqësohemi nga kompania jonë Global Energy dhe këtu kërkojmë mbi të gjitha të parën dhe të vetme që vijnë punë, marrim në rrogën tonë. Pastaj për të tjerat i takon kompanisë Bankers. Ne jemi kompaninë kontroll. Sa kohë vijon kjo situatë problematike këtu në kompani? Ky është një muaj i parë që ne kemi ashtu, po na jemi shumë të indinjuar sepse kemi ase përshkallëzohet kjo gjë me gjithë informacionet që kemi. Keni frikë për të ardhmen? Kemi frikë për të ardhmen. Jemi këtu përfaqësuar. Ne jemi kompani rreth 150 punëtorë, 200 që nuk kemi marrë pagat e muajit nëntor. Faleminderit.